Bërin ndihmat për banorët e zonës së Çermës, të cilët u prekën nga përmbytjet si pasojë e rreshjeve të ditëve të fundit dhe çarjes së argjinaturës në lumin Shkumbin. Shtabi i përgjithshëm i emergjencave ka nisur mbi 500 pako ushqimore dhe batanie për familjet të dëmtuara nga uji. Ndihmat janë marrë në dorëzim nga shtabi i punës i kryesuar nga nën prefekti Lushnjës dhe do të ndahen sipas listës së verifikimeve që është bërë në terren nga grupet e punës. Ne i morëm në ngarkim dhe i kemi ndarë 400 pako do të janë në dispozicion të Bashkisë Divjak dhe 100 pako të Bashkisë Lushnjë për familjet në nevojë, të cilat do të shpërndahen në bazë të verifikimeve që kanë bërë grupet e punës të dy njësive vendore, Bashkia Lushnjë dhe Divjak. Neve realisht kemi identifikuar rreth 120 familje, por neve ndarjen do ta bëjmë në bazë të kurorave që mund të jenë brenda në një familje, se ka një familje që mund të ketë 2-3 kurora. Krahas këtyre ndihmave ka vijuar puna për lirimin e kanaleve kulluese nga mjetet e bordit kullimit, pas mbylljes përfundimtare të argjinaturës së lumit Shkumbin, aty ku u krijuat dhe situata e përmbytjeve.